Orën e kaluar po flisnim për disa komanda që kanë lidhje me komandat. Një nga këto komanda ishte për shembull komanda type, e cila na tregon llojin e një komande. Për shembull type ls na tregon se çfarë lloj komande është ls-ja. Ls thotë ajo është alias, është një alias. Nëse e provojmë me cp. Cp është një tjetër komandë, cp është ky programi user bin cp. Nëse e provojmë kështu type, po bëj një përsëritje të shpejtë të atyre që do më radhë në kaluar. Type është një shell built-in. Çfarë do të thënë shell built-in? Ky program që po ekzekutojmë ne, që nxjerr këtë promptin e kështu me radhë, ky është një program shell që quhet bash. Dhe ky ka disa komanda të brendshme. Një nga këto komanda është komanda type. Kurse komanda cp është një komandë e jashtme e cila ndodhet në këtë vend në sistem. Duke filluar që nga rrënja e sistemit në direktorinë usr, pastaj bin edhe programi cp. Pra ky është programi i jashtëm, kjo është një komandë e brendshme. Domethënë komanda cp ekzekuton këtë program të jashtëm. Kurse komanda type është një komandë e brendshme e bashit, e shellit. Me komandën which ne shikojmë se në çfarë nëse themi which cp. Kur ne shkruajmë komandën cp, cili program ekzekutohet? Ekzekutohet programi që ndodhet në këtë vend, në këtë direktori. Këtë na tregon komanda which. Me komandën help mund të shikojmë një faqe helpi për disa komanda. Për shembull, help cd ne një faqe helpi për komandën cd. Komanda cd përdoret për ndryshimin e direktorive, change directory. Po nëse themi për shembull help mkdir është një tjetër komandë që përdoret për të krijuar direktori. Help mkdir kjo s'na jep help për mkdir. Pse? Sepse komanda help na jep ndihmë vetëm për komandat e brendshme, ato që janë shell built-in, siç e tham. Për shembull, help type. Type ishte një komandë e brendshme. Help type na tregon se si përdoret ose çfarë është komanda type dhe si përdoret. Pra komanda type display information about command type. Edhe këtu është përdorimi. Type emër komande. Edhe me disa opsione, mund të ketë disa opsione. Tani, komanda mkdir që është komandë e jashtme, nëse duam të marrim një faqe help për këtë, mund të përdorim opsionin -help. Dhe kjo ne jep një faqe me informacion për këtë komandë. Create directories if they do not already exist. Dhe mënyra e përdorimit, usage, make directory, mund të ketë një ose disa directory. Kjo do të thënë që mund të përsëritet ky argument. Dhe mund të ketë disa opsione. Kur vendoset kështu në klapa, do të thënë që nuk janë të detyrueshme, është opsionale. Mund të vëmë opsione, mund të mos vëmë. Edhe kjo do të thënë që mund të ketë disa opsione. Dhe opsionet sqarojmë këtu më poshtë. Në përgjithësi, shumica e komandave e kanë këtë opsionin help, që tregon një faqe të shkurtër rreth përdorimit të kësaj komande. Ose mund të ketë këtë opsionin -h. Për shembull, mkdir, ja ta provojmë me këtë kjo se paska, po disa komanda e kanë -h, disa komanda e kanë -help, disa i kanë të dyja, edhe -h, edhe -help, nxjerr një faqe informacion. Për të parë informacion më të detajuar rreth një komande, mund të përdorim komandën man, që është shkurtim për manual. Pra na tregon faqen e manualit për një komandë të caktuar. Për shembull, man ls nxjerr këtë faqe manuali, list directory contents. Pra ky është seksioni i emrit. Pastaj seksioni sinopsis tregon si përdoret kjo komandë. Mund të ketë një emër skedari ose disa emra skedari, emra direktorish ose skedar. Mund të ketë disa opsione. Pastaj përshkrimi tregon përdorimin e kësaj komande bashkë me opsionet dhe sqarimin e çdo opsioni. Çfarë bën opsioni?
Po ta shikoni, kemi opsionet janë ndryshe. Mund të kemi opsione të shkurtra, nga këto që fillojnë me 1 minus edhe kanë vetëm një shkronjë në mbrapa, ose opsioni gjatë, që fillon minus edhe ka një emër më të gjatë, më përshkrues. Po thoj se gjitha opsionet janë kështu ndryshe. Disa mund të kenë vetëm opsionin e gjatë, disa mund të kenë vetëm opsionin e shkurtër, por në përgjithësi opsionet kanë dy versione, versioni i shkurtër dhe versioni i gjatë. Versioni i shkurtër është më kollaj për të shkruar, kur japim një komandë në vijën e komandave në bash, kurse versioni i gjatë është ka më shumë kuptim. Atë më së merë, do që të gjohë këtu edhe bëj komandat. Për të dalë, kjo opcion është vetëm i shkurtër, nuk ka version të gjatë. Kurse kjo opcioni këtu block size ka vetëm versionin e gjatë, nuk ka një opcion të shkurtër. Këtu i ka të dy versionet, një opcion i shkurtër, një i gjatë. Për të dalë nga faqja e manualit, shtypim që. E ngjashme, tani, faqet e manualit ndahen në disa seksione. Për shembull, nëse shkruaj man password, zakonisht në hapet seksioni 1 i manualit, i cili ka lidhje me komandat e përdoruesit, user commands. Edhe këtu na shpjegon se si përdoret komanda password. Komanda password përdoret për të ndryshuar passwordin e një përdoruesi. Dal me që, nëse shtyp shiqetën lart dhe shkruaj komandën man 5 password, atëherë hapet faqja e manualit me emrin password, po në seksionin 5. Seksioni 5 i manualit ka lidhje me skedarët e konfigurimit dhe formatet e tyre. Kështu që kjo faqe manuali shpjegon këtë skedarin e konfigurimit /etc/password. Si është ndërtuar këtë skedar konfigurimi, ka nga një rresht për çdo account dhe çdo rresht ka fusha të ndara me 2 pikësh, columns, edhe pastaj çfarë fushë e parë, fushë e dytë e kështu me radhë. E ngjashme me komandën man është edhe komanda info. Edhe kjo ka informacione të detajuara rreth një komande ose një grup komandash. Për shembull, nëse shkruaj info core utils. Core utils janë një grup komandash në sistemin GNU. Sistemi GNU është pak a shumë si Linux. Faktikisht quhet GNU Linux. Linux është kerneli dhe GNU janë ato veglat rreth kernelit, që veglat e sistemit. Dhe disa nga këto vegla janë këto core utils. Tani, ideja është kjo na jep një informacion rreth këtyre, por e paraqit në format hyperlink. Hyperlink çfarë do të thonë? Që nëse unë shtyp enter këtu, më çon tek ajo faqe. Nëse shkoj te komanda dd ose komanda cp, shtyp enter, më çon tek faqja e komandës cp. Edhe këtu më sqaron përdorimin e komandës cp. Tani për të shkuar te faqja paraardhëse, te faqja që isha, shtyp last. Nëse shtyp prap shkoj prap te faqja përpara kësaj. Domethënë është pak a shumë si një web browser me hyperlinks. Edhe që nga kjo dalim me komandën që, quit. Është një komandë që quhet apropos, e cila na shfaq appropriate commands. Për shembull, apropos password. Kjo kërkon te faqet e manualit për këtë fjalën password dhe nëse e gjen këtë fjalën password, atëherë e liston këtë faqe manuali këtu. Për shembull, disa nga komandat që kanë lidhje me ose që e kanë këtë fjalë, përmbajnë këtë fjalë janë change group password, change password, e kështu me radhë. Edhe këtu është një përshkrim i shkurtër i kësaj komande. Nëse duam më shumë informacione, mund të përdorim ose man ose info. Për shembull, man change password ose info change password. Këtu është komanda password,
në seksionin 1 të manualit edhe password në seksionin 5 të manualit që ne I pam pak më parë. Pra, me këtë ne mund të kërkojmë në manual për faqet e manualit që kanë një farë lidhje me këtë fjalë, si një punë kërkimi. Nëse duam të përdorim një lloj komande që ka lidhje me diçka, po nuk e dim si quhet komanda, mund të përdorim të apropos. Domethënë gjën faqe manuali appropriate, që kanë lidhje me këtë komandë. Një komandë tjetër është what is ls, e cila na jep vetëm rreshtin e parë ose një rresht përshkrues për këtë komandë. Ls list directory contents. Pra, nëse ne shikojmë një komandë dhe nuk e kemi idenë se çfarë është kjo komandë, përse përdoret, mund të përdorim këtë what is. What is ls për shembull, edhe jep një rresht përshkrimi. Tani po e pastrojmë ekranin me komandën clear. E pastrojmë me komandën clear dhe do shikojmë komandën alias. Si mund ta përdorim komandën alias? Le të shikojmë helpin e saj. Pra, komanda alias përdoret në këtë mënyrë. Emri I komandës, pastaj një emër, që është emri I aliasit që kopjojmë, pastaj barës value, ose merr vlerën value, shfaq, domethënë, ose përkufizon një alias, ose shfaq përkufizimin e një aliasi. Nëse e shkruajmë komandën alias pa asnjë argument, pa asnjë opsion, ajo na shfaq aliaset që janë përkufizuar tashmë. Për shembull, ky alias LA është komanda LS me opsionin -A. Ose alias LL është opsioni ajde. Ajde. S'ka ajde. S'ka përën. Për shembull, nëse unë e përdor këtë komandën LL, kjo faktikisht është një alias për tek komanda LS me këto opsione, -A, -L dhe -F. Edhe çfarë janë ato opsionet -A, -L, -F, ato mund të shikojmë shumë te helpi I komandës LS. Meqense, okay. Nuk punon ka shumë mirë scrolling të masit. Pra, -A është almost all. Listoj të gjitha, por pa direktorin pik, e kështu me radhë. Tani, për çfarë na shërbejnë aliaset? Alias na shkurton punën nëse kemi disa komanda që I përdorim shpesh. Për shembull, nëse unë jap komandën cd/usr, që shkon në këtë direktorin usr, pastaj pik presje dhe jap komandën tjetër ls. Pastaj pik presje dhe jap komandën cd minus. Tani, kjo komanda cd, këtu kemi fillimisht këtu kemi 3 komanda. Domethënë kur kemi një pik presje, atëherë pas kësaj vjen një komandë tjetër. Domethënë këtu kemi komandën e parë, komandën e dytë, komandën e tretë. Kemi 3 komanda rresht. Komanda e parë na çon te direktoria usr. Komanda e dytë shfaq përmbajtjen e direktorisë usr dhe komanda cd minus shkon te direktoria ku ishim para se ta ndronim direktorin për herë të fundit. Domethënë shkon tek ajo direktori që jemi tani. Tani nëse japim enter, ç'a ndodh? Thjesht shfaqet përmbajtja e direktorisë usr dhe kthehemi prapë te direktoria ku ishim, te direktoria home.
Tani nëse këtë komandë unë e përdor shpesh, mund të përkufizoj një alias për këtë komandë. Për shembull, alias foo cd/usr pikpresje ls pikpresje cd vendbosh minus. Pra përkufizova një alias me emrin foo. Ky është emri I aliasit, pastaj mbas barazit vjen përkufizimi ose vlera e këtij aliasit. Tani çfarë ndodh? Nëse unë jap komandën foo, shelli e zënçon këtë komandën foo me vlerën e aliasit dhe ekzekuton këto komanda. Pra një lloj sikur të kishim ekzekutuar këtu. Tani këto janë komanda pak a shumë dummy ose kod, që nuk kanë shumë ashtu, nuk na shkupton në një punë, por kjo sa për shembull, mund të kemi një komandë që është 2 rreshta e gjatë për shembull. Që nëse e përdorim shpesh këtë komandë, ja vlen që të krijojmë një alias për këtë komandë gjatë, edhe thjesht shkruajmë aliasin që është I shkurtër edhe na ekzekuton atë komandën e gjatë. Nëse e kontrollojmë me komandën type, çfarë është foo? Komanda type në thotë që foo është një alias për këto komanda. Nëse duam të afshim një alias, mund të afshim me komandën unalias. Unalias foo. Tani nëse unë e provoj prapë me type foo not found. Pra tashmë nuk është më ky aliasi foo, nuk është I përcaktuar. Vajza po më ndiqni që po I bëni këto komanda? Në rregull. Po e pastroj ekranin se do kalojmë në një seksion tjetër, clear. Këto komanda që shkruajmë ne në bashk ruhen në një fajl që quhet history. Domethënë e ruan ato historikun e komandave në një skedar. Dhe si mund ta shfaqim historikun e komandave, mund të përdorim komandën history. Shkruani dhe ju history, edhe enter, na jep një listë të gjitha komandave që kemi dhënë deri tani. Edhe komanda e fundit është kjo, history. Komanda e parafundit ishte clear, komanda e parafundit ishte type foo e kështu me radhë. Pra mund të shikoni këtu të gjitha komandat që kemi përdorur deri tani. Meqense lista është shumë e gjatë, e nxjerr komandën me shigjetën lart, edhe e kaloj, domethënë outputin e kësaj komande, e kaloj me anë të kësaj me anë të këtij operatorit që quhet type te komanda less me 2 s. Pra, ky operatori quhet pipe, sepse outputin e komandës që ndodhet në majt e transferon si input për komandën që ndodhet në të djathtë, si një kyp, domethënë që transferon të dhëna, ose si një tubo. Dhe komanda less këto I shfaq me faqe. Domethënë mund t'i shohim më kollaj, mund ta shohim më kollaj historikun e komandave, nëse e kalojmë outputin te komanda less. Nëse duam të shohim vetëm 10 komandat e fundit, mund ta kalojmë outputin e kësaj komande te komanda tail. Komanda tail shfaq vetëm pishtin ose 10 të fundit, zakonisht. Pra, këto janë 10 komandat e fundit që kemi përdorur. Po. Kishte një pyetje? Komanda tail mund të marrë edhe argument se sa numra ose sa rreshta do shfaqi. Për shembull, nëse e kem në 15, nuk shfaqi 10 të fundit, po shfaqi 15 të fundit. Këtë komandën history mund ta përdorim edhe me grep. Komanda grep përdoret për të kërkuar për një fjalë të caktuar.
edhe shfaq ato rreshta që e përmbajnë këtë fjalë. Kështu nëse unë them grep man history dhe e kaloj outputin te komanda grep man. Atëherë do të shfaq të gjitha rreshtat që përmbajnë fjalën man. Ose të gjitha komandat që përmbajnë fjalën man. History grep man. Po, history e kalon me pipe te komanda grep. Edhe komanda grep përdoret për të kërkuar për një fjalë. Në këtë rast ne po kërkojmë për fjalën man. Kështu që ajo nxjerr gjitha rreshtat e komandës history që përmbajnë fjalën man. Provajte një. Tani ku mbahen, se po të shikoni gjitha komandat, janë komandat edhe të djeshme, edhe të pardjeshme, domethënë lista e gjitha komandave. Ku i ruan sistemi këto komanda? Ato ruhen në një skedar, dhe emri i skedarit ndodhet në një variabël që quhet histfile. Për shembull, nëse unë shfaq përmbajtjen e këtij variablit histfile me echo, kjo më tregon skedarin se ku ruhet historia e komandave. Domethënë, kjo është direktoria home dhe _history është skedari ku ruhen këto të dhëna. Le ta shikojmë, a ekziston ky skedar sepse kjo është përmbajtja e këtij variabli. Variabli histfile është një ndryshore e sistemit, histfile, që përmban emrin e skedarit ku ruhet historia e komandave. Tani nëse unë e bëj me ls, shikoj që ky skedar ekziston, ose ls-l, shikoj që ky skedar ekziston. Nëse bëj një tail që të shikoj 10 rreshtat e fundit të këtij skedari, _history, më nxjerr 10 rreshtat e fundit të këtij skedari. Po çfarë shikoni këtu? Vini re në një gjë të 10 rreshtat e fundit? Ato në fundit. Jo, i selektova unë këto. Nëse unë bëj history, shikoni pak, history, tail. Këto janë 10 rreshtat e fundit të komandës history. Tani nëse unë bëj, e nxjerr me shigjetën lart, tail _history, këto janë 10 rreshtat e fundit të komandës që ndodhen në këtë skedar. Jo, dakor, s'ka numri përpara, po në ndryshim tjetër. Vini re? Ë? Kë nuk ka? Numri. Po. Shiko, këto janë komanda komplet të ndryshme. Shiko, këto janë komanda komplet të ndryshme nga këto komanda këtu. Kjo është, Si janë ruajtur akoma. Po, si janë ruajtur akoma, sepse kur japim këto komandat, ato ruhen në memorie. Jap komandën tjetër, ruhet në memorie. Në moment që unë bëj logout nga llogaria, nga accounti, në atë moment, ato që janë ruajtur në memorie, shtohen tek ky skedari history. Këto që po shikoj ne te skedari, janë 10 komandat e fundit që kanë përdorur herën e kaluar, që kanë bërë login. Domethënë, herën e kaluar kanë përdorur këto komanda, man-ls, man-ps, kështu me radhë. Këto po herën e kaluar. Sepse ato komandat që po bëjmë sot janë në memorie, akoma nuk janë ruajtur në skedar. Nëse dua që t'i ruaj në skedar, ato që janë në memorie, t'i ruaj në këtë moment në skedar, mund t'i jap komandën history -a. -a ka kuptimin append. Domethënë, komandat e reja i shkon në fund të skedarit. History -a. Tani nëse bëj prap tail, shikoj që janë komandat e fundit. Shikoj edhe komandat e fundit të history. Janë pak a shumë të njëjta. E qartë?
Tani nëse dua të ekzekutoj një nga komandat e mëparshme që ndodhen në histori, mund të përdor të numrin këtu. Për shembull, nëse jap pikë çuditse edhe numrin 228, i them që ekzekuto edhe një herë komandën me numër 228 në histori. Dhe komanda me numër 228 ishte kjo, history grepman. Ju mund të zgjidhni një numër tjetër, mund të zgjidhni një komandë tjetër. Pra, kjo është një mënyrë, jap pikë çuditse dhe numrin e komandës në histori, dhe ajo e riekzekuton atë komandë. Një mënyrë tjetër është që të jap për shembull pikë çuditse edhe një fjalë, pikë çuditse man. Kjo bën që të ekzekutohet komanda e fundit që fillon me man. Komanda e fundit që fillon me man. Edhe komanda e fundit ishte man 5 password, me sa duket. Domethënë komanda e fundit ka qenë kjo, man 5 password. Që fillon me man. Një mënyrë tjetër është që të jap të pikë çuditse, pikë pyetje edhe një fjalë. Për shembull, kjo bën që të ekzekutohet komanda e fundit që përmban këtë fjalë. Pra, nëse është vetëm pikë çuditse edhe një fjalë, fillon me atë fjalë. Nëse është pikë çuditse, pikë pyetje edhe një fjalë, komanda e fundit që përmban këtë fjalën password. Që faktikisht na rezulton që është prapë kjo komanda këtu. Se kjo e përmban atë fjalën password. Siç e kemi parë, ne mund ta shikojmë komandat e mëparshme me shigjetën lart. Pra, kur japon shigjetën lart, ajo zgjedh komandën më përpara në histori, ose mund të lëvizim edhe me shigjetën poshtë. Pra, mund ta zgjedhim një nga komandat e fundit duke lëvizur me shigjetën lart ose me shigjetën poshtë. Derisa të gjejmë atë komandë që duam dhe pastaj shtypim enter. Një mënyrë më e fuqishme për të zgjedhur një nga komandat e mëparshme është që të shkruajmë Ctrl R. Ajo R-ja është si tip reverse, domethënë kërkon reverse, po është kërkim interaktiv. Unë filloj të shkruaj disa shkronja dhe ajo më zgjedh ato komanda që përmbajnë këto shkronja. Tani unë po aktivizoj këtë screen key që të duken edhe shkronjat që shtypun në atë. Tani, nëse unë shtyp Ctrl R. Kjo fillon një interactive search, reverse interactive search. Çfarë do të thënë interactive? Që unë vazhdoj shtyp shkronja dhe ajo kërkon ato fjalë, ato rreshta që përputhen me këtë. Për shembull, unë po shkruaj PASS. Atëherë, ndërkohë që unë jam duke shkruar, ajo më zgjedh ato komanda që përmbajnë këto fjalë që kam shtypur unë. Unë kam shtypur pas deri tani. Tani, kjo komandë përputhet me atë fjalën që dashëm pas, po nuk është kjo komanda që dua unë. Mund të kërkoj komandën paraardhëse, për shembull, duke shtypur prapë Ctrl R. Ctrl R vazhdo kërkon më lart. Jo komanda e fundit, po komanda e parafundit. Po shtyp edhe një herë Ctrl R, del apropos password, po shtyp edhe një herë Ctrl R, man 5 password, edhe një Ctrl R, man password. Okej, po them që kjo është komanda e duhur. Atëherë unë mund të lëviz me shigjeta dhe ta modifikoj këtë komandë ose mund të direkt enter që ta ekzekutoj. E bët provë këtë Ctrl R? E provë? Pra, disa nga mënyrat për të shpejtuar atë shkrimin e komandave janë që të përdorim një komandë të mëparshme, duke zgjedhur shigjeta të lartë poshtë e kështu me radhë. Kur jemi duke shkruar një komandë, mund të shtypim Ctrl A për të shkuar në fillim të rreshtit. Ctrl A na çon në fillim të rreshtit. Ose Ctrl E na çon në fund të rreshtit. Në fund të rreshtit të komandës. Për
Nëse jam duke shkruar këtë komandë edhe dua ta modifikoj komandën, jo ta bëj lsl, po ta bëj less is file. Atëre çfarë do bëj? Do shtyp Ctrl A që të shkojnë fillim të rreshtit. Pastaj do t'i fshi ato shkronjat me Ctrl D. Pastaj do shkruaj less edhe do shtyp enter. Shikoni se aty në C lart dalin edhe ato që shtypun. Ctrl A, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, pastaj less edhe enter. Edhe me less shikoj përmbajtjen e skedarit që ruan ato historinë e komandave. Tani shtyp që për të dalë nga ky skedar. Po e nxjerr edhe një komandën e mëparshme me shigjetën lart. Tani po shkoj deri këtu dhe dua ta fshi që këtu deri në fund. Nëse dua ta fshi që këtu deri në fund, mund të shtyp Ctrl K. Ctrl K fshin që kush kursori e deri në fund. Ctrl K dhe tani bëj less pik bash. Edhe mund ta plotësoj me tab tani. Nëse shtyp tab, e shtyp edhe një herë, e shtypa dy herë tab, sepse herën e parë ishin dy skedar që fillojnë me bash underscore, kështu që ajo nuk mund ta plotësonte, sepse nuk është e vetme, nuk është unike. Tani nëse unë shtyp H edhe shtyp prap tab, atëre skedari që përputhet që fillon me pik bash underscore H është i vetëm, edhe ajo e plotëson. Pra mund të përdorim edhe tab për të plotësuar një komandë, ose një emër skedari. Edhe tani shtyp enter. Pra këto janë shumë të dobishme, shumë të përdorshme, sidomos tab. Ctrl A, Ctrl E e kështu me radhë. Si komanda Ctrl K është edhe komanda Ctrl U, po kjo e fshin që këtu ku është kursori deri në fillim të rreshtit. Ctrl K fshin nga vendi i kursorit deri në fund. Ctrl U fshin nga vendi i kursorit deri në fillim të rreshtit. Ctrl U. Tani po bëj për shembull less. Le të provojmë edhe një shembull tjetër me tab. Echo /etc/n yll. Tani kjo më shfaq të gjithë emrat që fillojnë me në direktorinë etc që fillojnë me n. Ose mund ta bëj edhe me ls. Ctrl A, Alt D e fshi gjithë atë komandën, edhe ls, ta provoj një me lsl, okej, me echo ishte në mirë. Tani nëse unë shkruaj komandën cat, pastaj /etc, pastaj shtyp n, edhe shtyp tab. E shtyp një herë, nuk do të gjë. E shtyp dy herë, për herë të dytë ajo na tregon gjitha opsionet e mundshme. Pra të gjitha skedarët që bëjnë që përputhen me këtë pattern, domethënë që fillojnë me /etc edhe n. Pra më shfaq të gjithë skedarët që fillojnë me /etc n. Unë bëra me echo. Unë bëra me echo. Dakor, nuk ka rëndësi. Tani, që ta bëj atë zgjedhjen unike, mund të shtoj disa shkronja. Për shembull, shtyp E, edhe shtyp prap tab, tani del prap lista, po del më e limituar. Atëherë shtyp T. Shtyp edhe një herë tab, Dua të nxjerr të skedarin networks, po mundohem ta plotësoj me tab. Shtyp edhe një herë W.
vetëm tani është ajo unike, domethënë është vetëm një skedar që përshkruhet me atë dhe shtyp enter. Ose nëse shtyp edhe një herë /etc/n edhe shtyp 2 herë tab. Nëse vazhdoj me A, shtyp A. Atëherë këtu është vetëm një skedar që fillon me NA. Kështu që nëse unë shtyp tab, atëherë ajo do ta plotësoj gjithë pjesën e ngelur. Gjithë pjesën e ngelur. Shtyp tab e plotëson edhe shtyp enter. Kjo është mënyra se si funksionon tab. Ky është edhe fundi i mësimit të dytë, po për fundjavën keni këtë quizin e parë, testin e parë. Kështu që le të shikojmë ja 2 ushtrime nga testi i parë, edhe mënyrën se si mund t'i përgjigjemi. Po. Shkojmë te testi i parë. Tani, kjo duket si pyetje shumë e vështirë, po në fakt nuk është dhe aq e vështirë, është shumë e thjeshtë. Pse? Ja do t'ju tregojmë. Çfarë shfaqet nëse japim këto komanda në një direktori bosh? Touch .123.123.4, pastaj .3.çudice, në tonza, pastaj .presje, pastaj echo edhe 4.çudice. Edhe kemi këto opsione. E para, kjo komanda touch përdoret për të krijuar një skedar bosh. Dhe kjo komanda e parë, se këtu kemi dy komanda që janë të ndara me pikpresje. Komanda e parë krijon këta 3 skedarë. Zakonisht ata që fillojnë me pikë janë skedar të fshehur, që nuk shfaqen nëse bëjmë thjesht ls. Do të bëjmë ls minus a. Urdhë? Po mund të jetë aja, edhe nuk jam i sigurt. Mund të jetë aja, mund të jetë në një zgjidhje tjetër. Po që të jemi të sigurt duhet ta provojmë këtë komandë. Duhet ta provojmë. Si mund ta provojmë? Ai thotë çfarë shfaqet nëse japim këto komanda në një direktori bosh. Do krijoj një direktori bosh dhe do jap këto komanda. Do shikoj çfarë shfaqet. Është e thjeshtë. Atëherë po krijoj një direktori bosh këtu. Tualeti është poshtë? Urdhë? Tualeti është poshtë? Një sekond, prit 2 minuta se mbaruam. Pra, po krijoj një direktori test 1. Më këtë dir test 1. Sa po e krijova, kështu që është bosh. Po shkoj te direktoria test 1. Tani po jap këto komandat, ose duke i shkruar, ose me copy paste. Edhe me copy paste, po më e mira është duke i shkruar. Gjithsesi po i marr me copy paste. Control copy. Tani për të bërë paste në terminal bëhet me Control Shift V. Jo Control V, po Control Shift V. Domethënë kapital V. Që të nxjesh kapital V duhet me Shift. Control Shift V. Edhe ç'a nxjerr kjo? Nxjerr 4 pyetje. Kështu që është përgjigjja e parë është e saktë. Le të bëj një check. Po, kjo është përgjigjja e saktë. Tani pyetja tjetër, për shembull thotë, e zën se po punon në një direktori /temp dhe direktoria juaj bazë home directory është /home/jane. Cila nga komandat e poshtme e kopjon gjithë përmbajtjen e direktorisë /temp/test në direktorinë test brenda direktorisë tuaj bazë. Dhe janë këto 4 opsione. Tani, direktoria me bazë nuk është Home Jane, po është Home Linux, në këtë sistem që kam unë. Jo keni diçka tjetër. Tani, nëse ju s'keni qenë herën e parë, ju vajza, mund të aksesoni një shell Linux edhe te vclab.ts.al. Këtu username është Linux, password është commands, Linux commands, me gjitha të vogla, login. Pastaj mund të shkoni këtu tek RDP,
Dhe këtu mund të përdorni të njëjtin username dhe password që keni këtu. Domethënë username është emri juaj në të vogla dhe password është emaili. Këto dy vajzat e reja që kanë ardhur sot se kanë akoma llogarinë, por do t'ua krijojnë sot. Nuk e mbaj mend tani user 1, e ta provoj një herë. Pasi klyni këtu, mund të klikoni të dritarin e zezë që është terminali dhe mund t'i provoni ato komandat e testit këtu, që nga shtëpia, domethënë, edhe nëse s'e keni të instaluar. Nëse keni të instaluar Linuxin, mund ta provoni te Linuxi juaj, është më mirë, s'ka problem. Po doni mund ta provoni këtu. Atëre si është direktoria ime home? Print working directory është home user 1, nuk është home Jane, por është home user 1. Atëre këtu kemi po punoni në direktori /tmp. Atëre po shkoj në direktorin /tmp, cd isha këtu. cd pra jam në këtë direktori. Direktoria ime bazë është home user 1 në këtë rast. Cila nga komandat e mposhtme e kopion të gjithë përmbajtjen e direktorisë home test në direktorin test brenda direktorisë tuaj bazë. Faktikisht është C-ja e saktë, sepse D-ja thot kopion përmbajtjen e direktorisë të gjithë përmbajtjen e direktorisë test. Ose C-ja ose D-ja, e vërtet është. Mund të jetë edhe C-ja, mund të jetë edhe D-ja, kështu që mund ta provojmë një herë me është C-ja. Okej, tash ca pyetje mund t'i bëni dhe gabim, s'ka problem, mund ta korrigjoni pastaj më vonë. Edhe kjo është pyetje që duket e vështirë, por që është e lehtë. Çfarë shfaqet në ekran nëse në një direktori bosh jepet komanda lsyll? Atëherë çfarë do bëj? Do krijoj një direktori bosh, do jap komandën lsyll dhe do shikoj çfarë shfaqet. Se me amendje domethënë edhe mund ta gjej edhe mund ta ashtu. Edhe pse un kam kaq kohë që përdor komandën lsyll, por këto janë çik të ashtu, çik të vështira domethënë për t'i marrë me mend. Atëherë po krijoj një direktori test 1, cd e para, po shkoj në direktorin home. mkdir test 1, cd test 1. Sa po e krijova, kështu që kjo është bosh. Tani po jap komandën lsyll. Po jap komandën lsyll. Çfarë më shfaqet? Cannot access yll no such file or directory. Atëherë përgjigjja e saktë është D-ja, pra nuk ekziston yll. Check. Po, kjo është përgjigjja e saktë. Kjo është pyetje e thjeshtë. Faktikisht këto do t'i mësojnë në mësimin tjetër të hënën, kështu që ca pyetje mund të jenë edhe pak më të avancuara. Po që ju mund t'i filloni pyetjet dhe t'i bëni disa pyetje dhe pastaj t'i bëni mund ta vazhdoni testin më vonë, se nuk ka afat. Deri në fund të muajit mund ta bëni, s'ka problem. Të shikojmë në një pyetje tjetër. Ashtu. Tani thot, në cilën direktori do jemi pas zbatimit të këtyre komandave? Mkdir p dir 1 dir 2 dir 3, pastaj jo mund ta gjesh edhe me mendje, nuk është shumë e vështirë, por që një mënyrë e thjeshtë është që ta provosh këtë komandën. Ja po e marr këtë komandën me copy. Control copy. Po shkoj këtu dhe fillimisht po shkoj në direktorin home, ose edhe këtu mund të bëhet, se edhe kjo bosh është. Thjesht i jap paste. Dhe ndodhem në direktorin dir 1, dir 2, dir 3. Atëre përgjigjja e saktë këtu do ishte dir 3. Po, kjo është përgjigjja e saktë. Pra, një pjesë e mirë e këtyre pyetjeve mund të bëhen duke i provuar. Pastaj të tjerat janë ca pyetje të thjeshta, domethënë që çfarë bën kjo komandë, si bëhet me këtë komandë kështu më radhë. Okej, po e mbyllim për sot se këtu pastaj ka një, nuk e di se çka ka një provim atë në çet tillë.